Kthehemi në studio. Zonja Balliu, po mund të pish pak ujë që nge bër mos u nxjerrë? Jo. Nxehet Alesia Balliu. Të bëra të pishuj. Të bëra të pishuj Alesia Balliu. Alesia, po mi po dakord ti në politik po shkëlqen për vërtet, pavarësisht se si e deputete po tani disa gjëra kështu do na thush për veten tënde, ti nga Elbasani. Studion e avokatisë e ke këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. Sa vjet ke në studion e avokatisë? 5 vite. 5 vite. Çfarë çështje ke zakonisht civile apo penale? Penale, pasi unë dhe masterin e kam bërë për penale. Ju keni studiuar për jurisprudencë? Për jurisprudencë në Tiranë, mbrapa kam bërë master shkencor. Në Universitetin Evropian të Tiranës, po? Shkencor në drejt publike ndërkombëtare penale. Po aty? Po aty, pastaj kam zhvilluar shkollën e avokatisë, pastaj kam hapur studion tim dhe aderoj profesionin tim prej 5 vitesh tash. Je e pasur? Nuk jam e pasur, nuk jam e varfër, jam intelektuale, jam shtresë e mesme dhe jam krenare për veten time. Po sa gjyqe ke fituar gjatë vitit 2025? Se kështu masi ju? Tani, ka pas gjyqe që kam fituar, ka pas dhe gjyqe që kam humbur, pasi jo çdo gjë fitohet dhe arrihet me sukses, por që unë punën e marr me një përkushtim të madh dhe më pëlqen shumë profesioni që bëj. Ke pasur një personazh si klient nga këta të njohurit për çështje të njohura? Jo, kam pasur klient jo kaq shumë të njohur sa për mediat. Por zakonisht çfarë çështje penale të cilit karakter? Po të gjitha karaktereve që përbëjnë veprat penale. Jo, e kam fjalën vepra të rënda vrasja, apo për shembull të krimit ekonomik. Këtu po të gjitha llojet, plagosje, të gjitha. Po çështjen e SPAK ke mbrojtur? Jo, nuk kam mbrojtur çështjen e SPAK. Atje na mbrojt, atje ka është një personazh atje. Alesia Balliu, avokate e filanit. Ja do ishte shumë e bukur. Ke si synim që të kesh mbrojtje të një personazhi që është në SPAK? Nuk kam synim mbrojtjen e personazheve kush hyn apo kush del nga SPAK-u, rëndësi ka të bëj punën siç duhet klientëve dhe pa diskutim që të jap rezultatet sa më të mira dhe të ngelen të kënaqur nga puna dhe profesionalizmi. Aspirat kam të botoj librin tim të tretë. Ja, prisë, se ma ka thënë njerë këtë dhe kam kujtuar, do të pyes. Tani, te ky profesionit tënd, te avokatia, je i kënaqur me punën që bën? Jam e kënaqur. Je kënaqur? Jam e kënaqur. Ke një model, ke avokat kështu që ti e vlerëson? Nuk është se kam një model këtu në Shqipëri. Po, profesorët e tu që të ka dhënë jurisprudencë? Për profesorët e mi kam një respekt veçantë për njësër emra si Xenofon Kristafi, Romeo Gurakushi, Arjan Besari, po. Ka dhënë Romeo Gurakushi, profesori historisë? Po, të drejtë institucioneve, filozofin po në Bari, ka qenë një ndër profesorët më të mirë edhe pa diskutim që kam fituar shumë. Arjan Currin prapë kam pas pedagog. Arjan Currin? Po, logjikën. Si e shikon Arjan Currin kështu si analist? Se ka qenë një kolegu im tha këtu, ka qenë prift tha dhe është bërë analist. Në mësimdhënie dhe në leksion ka qenë gjithmonë korrekt, ka qenë gjithmonë i përpik dhe pa diskutim ka qenë një pedagog i mirë. Ti nga Elbasani? Po. Ke lindur në Elbasan? Po. Ç'është është Elbasani për ty? Elbasani është rrënjët e mia, babai im, gjyshi im, familja ime. Ka qenë të lidhur, ka pasur një arsye pse ti ke qenë e impenjuar me Partinë Demokratike, ka tradit familja? Po, çuni Xhadet Babit, Ilir Balliu ka qenë kryetari i PD-s dhe themeluesi i PD-s në qarkun e Elbasanit, dhe pa diskutim që ka kaluar tradit familjare dhe isha e djathtë me bindje nga familja. Nuk të thon këto kohë, Alesia, po bolla ngelet duke i sulmuar atë PD-s, nuk të thon ande nga Elbasanit, marrin andej? Po ma kanë thënë faktikisht bolli i redaktorit edhe i kam thënë që me të vërtetë nuk bëj kompromise, sepse një ndër shprehjet që unë ja adhuroja Sali Berishës ishte kur thoshte midis nënës time dhe të vërtetës zgjedh gjithmonë të vërtetën. Dhe duke pasur Berishën si një ndër personazhet që e kam ndjekur për vite, nuk mund të veproja ndryshe edhe në rastin tjetër. Idulli yt ka qenë Sali Berisha? Nuk ka qenë idulli im, ka qenë lideri im politik në një parti në të cilën unë kam aderuar prej shumë vite, shumë 15 vjeçare Landi. Kështu që ca të vërteta ti themi. Që 15 vjeçë? Po, ca të vërteta ti themi. Ishe gjimnaz? Po. Në Elbasan? Po.
Në cilin gjimnas atje? Te Konstantin Kristoforidi kam përfunduar. Atje dhe organizoheshit me Partinë Demokratike, ishe vetëm ti apo dhe shoqe? Kam pas shoqe, shok me kesha, po gjithmonë ka qenë i madh që më merrte, se siç ta thash dhe prej lidhjes familjare që kemi pasur me PD-n, kontribut gati 30 vjeçar që në krijimin e Partisë Demokratike, familja ime, dhe pa diskutim që dhe ADN-ja ime do ishte djathtë. Dhe ta thash unë kompromis me të vërtetën nuk bëj për askënd. Ke thënë dhe herë tjetër që ke ndërmend të nxjerrësh një libër. Për çfarë bën fjalë? Unë kam bërë 2 libra faktikisht, një e kam botuar profesional? Po. Tabula rasa pa qëndrueshmëria e institucioneve shqiptare, kam botuar në vitin 2021, që kam folur për ligjin, dhe kam bërë një libër dytë që e kam botuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për pse atje se botuar këtu? Për trafik, po është në anglisht. Është në anglisht? Është në anglisht. Prandaj e kam botuar atje, që është për trafikun e drogës, pastrimin e parave të pista, Shqipëri, Dubai, Kolumbi, dhe lidhjen e figurave të politikës dhe si pastroheshin... Shqiptare. Po pse botove në Amerikë, se botove këtu? Si pastroheshin paratë ndërmjet fushës ndërtimit në Shqipëri. Po pritani se ky libër... Dhe detajet të tjera. Ky është libër do një intervistë tjetër. Studimor. Po. Do një intervistë ekskluzive tjetër. Jo, po kjo që nga shumë e rëndësishme, ti do ta botosh këtu edhe në Shqip njërë. Atë e kam botuar në Amerikë, do ta përkthej edhe në Shqip, madje nga java që vjen kam një event në një qytet me shumë intelektual, cilin kanë shfaqur interes për librin dhe do ta promovoj, kështu që besoj do më ndjekin edhe njerëz në rrjetet sociale. Edhe unë me kënaqësi do të ftoj për librin, por libri tjetër që ke ndërmend? Apo shky? Jo, këto janë 2 libra që unë i kam botuar. Që i ke botuar, po? Libri 3 tani nga që dua të ndërmarr faktikisht një iniciativë për një libër të tretë, dhe kam dëshirë ta bëj në lidhje me Kosovën. Me Kosovë? Se unë jam bes Kosove lande. Si bes? Jam bes pasi gjyshja, mamaja babi tim ka ardhur në Nusa në Elbasan. Qa thua? Me qa mbi emri? Ferizaj. Mbi emri Ferizaj apo nga Ferizaj? Ferizaj mbi emri. Po nga cili qytet, nga Ferizaj? Nga Ferizaj. E kishe mbi emri Ferizaj? Po. Po si, ku jo me gjyshin të dhe? E kam marrë shumë me shkuesi. Me shkuesi? Po. Po nga Kosovë, në cilin vit? Viti nuk e di landi me thënë të drejtë. Por vite i bie para luftës? Diçka e tillë. Po, para luftës, ose edhe në luftë, po, do të thënë para vendosit komunizmit. Mos ngatron me vitin se nuk e di fiks me thënë të drejtën. Ja, po që nga bukur kjo. Dhe ti je mbes kosovare. Mbes kosovare. Po tani e kuptova unë se e kështu si tritolti. Po ti fono, se thashun, Elbasanlin janë qik turp, do të thënë nuk e kanë këtë, po ti që nga... I kam gjaj gjyshes me siguri. Ato genet që t'janë zgjuar ty, janë nga Kosova, do të thënë. Do dhe mos të mburët njeri atje të PD-ja që po bën betej Alesja një vajzë në Elbasani, po bën betej Alesja një vajzë në Elbasani me gene nga Kosova. Mbes Kosova. Mbes Kosova, po mi pa me gene nga Kosova. Ta një kuptova. Po ke shkuar të shtëpia e gjyshes në Ferizaj? Po, më pa tjetër, kam shumë, kam familjarët e babit. Ka njerëz aty, do të thënë pasardhës? Po, motrën e vet, ka pasur ato çunat e tezes, i matë më çonte shpesh faktikisht kur ishte gjallë. Dhe më pastaj. Po tani e ke vajtur ti? Tan kam vajtur më rrallë. Me babin shkonim pothuajse një orë 2 javë landi dhe kisha atë dashurim për Kosovën edhe shumë të madhe. Me thënë të drejtën, dhe prandaj ti na zbardhe një gjë që ne po thoshë, pritore se ka ca element kjo që sikur nuk të dalin llogari, po tani e kuptova. Tani se zoti Berisha ti e di që ai thotë që un jam nga Gjakova. Po unë nuk e dija që Alesja Balliu që i kundërvjet zoti Berisha është nga Ferizaj. Tani e kuptova duelin. Dueli brenda Unë jam nga Elbasani, po mbes në Ferizaj. Po mbes pa, ke genet atje, nuk ka genet nuk bën ujë. Gjaku nuk bëhet ujë. Prandaj ta thash dhe unë, prandaj ta thash. Ti je nga Elbasani, pa diskutim, po ke genet nga Ferizaj. Alesja, ti në Elbasan, përveç pjesës, po themi edhe politikë që e vogël, edhe me mësimin si ke qenë? Shumë mirë kam. Shumë mirë, ëh? Shumë mirë. Mban mend një profesor në një zysh? Po që sot i dedikohesh Migenën faktikisht, nuk është se i dedikojmë letërsim jepte, ka qenë kandidate faktikisht tani për deputete me Partinë e Bashkës, po ka qenë një ndër mësueset më të mira atë gjimnazi. Migena kush? Ja harrova emrin, me thënë të drejtë. Dhe ti jep të letërsi? Po, sa ka vite lande, ka vite. Po çfarë pëlqen ajo që ti jep të letërsi? Çfarë të inspiroi ty ajo që ti lexoje letërsi? Ishte një ndër zyshat më të përgatitura.
më të përgatitura, më të dashura dhe dinte të... Çfarë të orientoi ty të lexoje ti? Kemi bërë mori vepra që kanë qenë letërsi e vjetër, pa diskutim, autorët shumë të njohur, Dante... Kush është shkrimtari ju i preferuar? Po ka shumë. Jo, shkrimtar në letërsi them, nuk ka shumë, se pak janë letërsi shqipe dhe letërsi botërore, po letërsi shqipe. Kë ke? Po, vështirë të bëj një përzgjedhje. Po na thuaj 2 apo 3 emra pse? Çë, Kadarena apo Dritrojnë? Apo ke ndonjë nga Elbasani, se mund të kesh edhe nga Elbasani ti. Po them Dritrojnë. Dritrojnë, më shumë se Kadarena. Më shumë se Kadarena. Po pse? Ka ndonjë arsye? Nuk është se ka ndonjë arsye të veçantë, po thjesht Dritroje. Tani, me që po nga letërsia do të kaloj çik te arti me ty unë, aty te protesta PD-s ishte mora fjalë. E filloi u hap protesta me këngën Mora fjalë. Është një këngë patriotike që mua më pëlqen shumë dhe besoj gjithë shqiptarëve u pëlqen. Tani, a kishte ndonjë lidhje që ajo protesta folklorja të hapej me këtë? Tani ato duan të ngrejnë atë dashurinë si rastin e Kurtit në Kosovë. Po Kurti e përdor bukur si kartë. Po Berisha ka një diferencë madhe me Kurtin dhe ka një diferencë madhe dhe midis shteteve. Sepse jemi në periudha dhe në kohë të tjera. Në Kosovë politika funksionon ndryshe dhe pa diskutim që Kurti bëri atë luftën me SBA-n për kartën kombëtare, për ta mbrojtur fort kartën kombëtare, sepse vetëm karta kombëtare mund të jepte fitore. Aty ja futi kota i po. Po më unë po ta analizoj tani. Të bësh armik Amerikën, fal Alesia. E ka bërë armik. Nuk jam dakord me politikën e Kurtit, po ta analizoja me këngën e Berishës. Okej, se kalon me. Më kupton, nuk jam dakord fare, sepse nuk mund të marrësh ti si kryeministër i Kosovës një sulm ndaj faqeve të ambasadës amerikane atje dhe duke mbajtur ato lloj shëndrime, po aty nga halli politik i duhet ta bënte. Kurse Berisha nga dëshpërimi politik, po kopjon një model i cili nuk ka lidhje me realitetin në Shqipëri. Këtu doja dilja. Ky është mesazhi. Kështu që këngën Mora fjalë i shikon atje detarët e një kohe tjetër, një etape tjetër, por harron që vitet kanë kaluar, doktor, koha ka ndryshuar dhe etapa jote politike ka përfunduar. Nuk ndizen atë dashuria kombëtare në Shqipëri me kauzat e interesit personal të ti, të familjes ti dhe të birit ti. Nuk i beson me askush. Tani ke ardhur në studio dhe të vlerësoj për këtë të falenderoj kështu kuqezi. Po. E gjeta, ë? E gjeta. E ke ardhur e veshur kastile. Do të thonë këto ditët e fundit patjetër se janë festat e nëntorit, dhe thonë prandaj kanë bërë të kuq, e kanë një domethënie të veçantë. Do thonë e kuq flak dhe buzkuq i yt, dhe këtej me zeza. Patjetër, kuq e zi. Një look patriotik quhet kjo. Patjetër. Një look i përvjetorit pavarësisë. Ku do ta vësos? Tani jam midis Vlorës dhe Tiranës, mbetet për të parë. Me shumë probabilitet në Vlorë. Në Vlorë? Po. E do Vlorën, ë? Gjithmonë ka pëlqyer Bregdeti. E dashuroj detin më saktë. Tani këtë fjalë më që më ngasmon këtë fjalë dashuri. Më ti je e fijuara, e martuara, e dashuruar. Çfarë statusi ke? E dashuruar. E dashuruar? Po. Kush është i dashurit? Është një raport cili nuk kam dëshirë ta bësh publik. Do ta gjej. Do ta gjej. Më mirë thuaj sot se do ta gjej dhe do them që e gjeta. Bë publike. Është figurë publike? Është private, Lande. Është private, jo, është drejta jote. Këtu të riqem unë. Por duke qenë se je bërë vetë shumë figurë publike. Po kur ta bëj publike dhe fejesën nëse do ndodhi, pa diskutim do ta marrësh vesh. Jo, kur the atë që kur të martohem unë do kem më shumë atje të ftuar, unë të uroj të trashëgosh, ta bësh sa më shpejt të dasmën, e lidhur qengë dhe gëzohem shumë për këtë, dhe mezi po presa të dasmën që të bëj lajmin, ta shkruaj, do ta them këtu që Alesia Balliu bëri kaq ftesa. Sepse mbajti fjalën që ka thënë, sot është data 25 nëntor, mbajti fjalën që ka thënë që do ftoj më shumë në dasëm se sa ka protesta. As mos e diskuto fare. Mos e diskutoj, e? Po, patjetër. Ua, se ti gjysmë do i kesh nga Feriza, ende? Pastaj nga Elbasani.